U hodh nga kati 9 i pallatit në Tiranë, shpëton mrekullisht 54 vjeçari. 2 ngjarje të rënda janë raportuar ditën e djeshme në Tiranë, teksa një 54 vjeçar është hedhur nga kati 9 i pallatit ku banonte, ndërsa një tjetër ka kërcënuar se do të hidhej nga piramida në gjendje të rënduar psikologjike. 54 vjeçari me iniciale OL është hedhur nga kati 9 i pallatit ku banon në rrugën Hamdi Sulçebe në kryeqytet. Shtetasi u dërgua menjëherë drejt qendrës spitalore për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa nuk dihet se si është gjendja e tij shëndetësore në rrugën Hamdi Sulçebe. Dyshohet se është vetëhedhur nga kati 9 i pallatit ku banonte shtetasi OL, 54 vjeç, i cili aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve, punohet për sqarimin e rrethanave të rastit, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë, një 42 vjeçar në gjendje të rënduar shëndetësore ka tentuar të hidhet nga piramida e Tiranës. Pas negociatave me shërbimet e policisë, 42 vjeçari ka zbritur nga lartësia dhe shoqëruar drejt qendrës spitalore. Shtetasi AG, 42 vjeç, dyshohet se ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike, ka tentuar të hidhet nga piramida në Tiranë. Pas negociatave me shërbimet e policisë, ky shtetas është zbritur nga lartësia dhe është transportuar për ndihmë mjekësore, thuhet njoftimin e policisë.